Të dashur shqiptar, çfarë është dosa? A rumunët ju thonë grave të qenëve dosa, edhe qenëve u thonë dosa. Kur lëvizim me bakti thonë o dosa për gratë e qenëve, buçet. Çamët ju thonë ulkonjave dosa. Shqiptarët ju thonë grave të derrave dosa. Nga vjen fjala dosa? Ç'kuptim ka? Unë kam shpjeguar në disa filma të ndryshëm që autorët arbëresh e shpjegojnë fjalën dosa me origjinë nga greqishtja me dhënë. Po, në greqisht kjo është koha e ardhme. Unë do ta jap. Është përdorur një herë nga një poet grek në një tragjedi greke, pastaj është marrë nga një politikan grek i shekullit të 5 para son, është përdorur si emër fyes. Ai që do të ta japi. Por pyetja shtrohet kështu: ku e kanë lexuar shqiptarët tragjedinë greke të shekullit të 5 para son? Sepse grekët thonë që ne jemi të ardhur nga Kaukazi. Pra vetë fjala dosa tregon që ne jemi autokton dhe gjuha shqipe është krijuar në Greqi. Problemi qëndron kështu: asnjëherë në gjuhën greke fjala dosa nuk është përdorur me kuptimin derre, gruaja derrit. Kur? Fjala dosa në gjuhën greke është përdorur pra vetëm një herë me kuptimin që ai do t'i jap premtime. Dhe është përdorur si folje, asnjëherë si emër. Si u përdor pra nga koha e ardhme e greqishte së shekullit të 5 para son dhe u bë fjala dosa në shqip. Nuk ka lidhje fare. Lidhja është tek gjuha e çamëve. Dosa në gjuhën çame është ulkonja. Po ç'është kjo? Për ta kuptuar këtë film duhet shikoni një film tjetër që kam bërë më përpara për emrin dosa nga gjuha çame. Por mua nuk më besohej që gjuha çame të ishte kaq e vjetër. E shekullit të 5 para son, më dukej e pabesueshme. Ta shikojmë edhe një herë fragmentin që kam shpjeguar për gjuhën çame. Sepse ju do mbindeni vetë që kam të drejtë. Të dashur shqiptar, vëllezërit tanë çam, jo vetëm që kanë sakrifikuar për atë dheun, por ata kanë shpëtuar gjuhën shqipe. Pse do thoni ju? Fjala dosa në greqisht është dhosa. Dhe nuk është përdorur kur si emër, por si folje, veta e parë, koha e ardhme, unë do të ta jap. Dhe është përdorur vetëm në një fjalim të një politikani në shekullin e 5 para son që s'e ka lexuar njëri dhe që nuk gjendet gjikundi, por nga interpretimet e bëra në veprën e Bizantit mësojmë për këtë autor. Pra dhe fjalimi i këtij autorit nuk ekziston, edhe fjala dosa s'është përdorur asnjëherë si emër, por si folje. Dhe këtë ide kanë hedhur vetë shqiptarët, arbëreshët, për të dalë që gjuha shqipe është folur shumë herët në Greqi. Mirpo ata kanë bërë një gabim të madh. Nuk ka lidhje fare fjala dosa me fjalën do të ta jap. Fjala dosa, të dashur shqiptar, ka qenë emër mashkullor. Merrni frymthell. Fjala dosa në gjuhën prygase është daos dhe do të thotë ujk dhe ulkonj në të njëjtën kohë. Kjo është origjina e fjalës dakia, do ta kërkoni këtë film, e kam bërë më përpara. Populli daoi, populli i lirë, e merr emrin nga dragoi me kokën e ujkut dhe trupin e gjarprit. Ishte një përbindësh. Ky ishte përbindëshi i lirëve daun, dhe këta ishin 2 dragonj, do ta shikoni këtë film që kam bërë, dhe është gjetur në përvazo figura e daoit, do të thënë e dragonit, dhe kjo është bërë origjina e përbindëshit të vampirit tek rumunët e sotëm. Pra, origjina e vampirit me dhëmë të mëdhenj
e ka origjinën tek përbindshi i derrit ose përbindshi i ujkut ose përbindshi i çakallit. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Daunët e marrin emrin e tyre nga kuptimi i përbindshit që vret ujqit ose që vret qenët. Ishte një përbindësh. Është origjina e emrit të perëndive të kafshëve dhe të bimësisë në latinisht, faunus. Në gjuhën ilire kjo ishte daunus. Merrni frym thellë. Pra gjuha ilire është vërtet gjuha e albanoit, sepse Roma është quajtur Alba Longa, dhe d-ja kthehet në f në gjuhën latine. Pra daunus, ilirishtja, është origjina e latinishtes. Merrni frym thellë. Ilirishtja është origjina e latinishtes. D-ja bëhet f në gjuhën latine. Origjinali ka qenë daunus, është perëndia e kafshëve. Ishte një lloj përbindëshi, një lloj dragoj. Në gjuhën helene, d-ja nisore kthehet në th. Thaos është çakalli në gjuhën helene. Gjëja më e bukur në botë është kjo. Unë kam gjetur që në gjuhën greke, çakalli është dhe emër mashkullor, çakalli, por dhe femëror, çakallia. Thjesht ndryshon forma e trajtës së shquar. Dhe ku e gjejmë në këtë koncept tek gjuha mesape. Mesapët përdorin të njëjtën emër, daos, edhe ata e përdorin edhe si mashkullore edhe si femërore, edhe si ujku edhe si ulkonja. Një lloj si në greqisht. Pra, ky është një zbulim i jashtëzakonshëm. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore, pra forma e trajtës së shquar hiqet në gjuhën mesape dhe kthehet në daos. Kjo është dhe në gjuhën prygase, daos, pa formën e trajtës së shquar për emrat mashkullor. Në fakt, kjo është origjina e dialektit epik të poemave të Homerit. Të dashur shqiptar, fjala daos duhet të ishte në gjuhën prygase o daos, me formën e trajtës së shquar o. Mirë po është hequr, si në gjuhën mesape. Nga njëherë del emër mashkullor, ujku, nga njëherë ulkonja. Dhe këtë kemi në fjalorin e Hezikiusit të Aleksandris. A i thot që emri ujkut në prygja është daos. Prygja ka qenë Epiri, bregu në Shqip. Çmenduri. Prygasit lëvizin për në Azin e vogël në shekullin e 8 para erës sonë. Ky emër është përçuar atje përpara se sa të lindte shkrimi, domethënë përpara se sa alfabeti fenikas të përshtatej në alfabetin grek. Ky është emri i ujkut dhe i ulkonjës, daos. Është emër mashkullor, po përdoret edhe për emrat femëror, në gjuhën mesape dhe në gjuhën prygase, dhe në gjuhën e Dakis në Rumani. Pra janë i lirë. Gjyshrit e rumunëve janë i lirë. Gjyshrit e shqiptarëve janë i lirë, gjyshrit e mesapëve dhe të prygasve. Por flisni një dialekt helen. Daos është emër mashkullor. Mbetet daos mashkullor, por në gjuhën e rumunëve më vonë bëhet emri i buçes, të qenit, emri i derës, gruaja e derrit. Dhe në gjuhën çame ka mbetur origjinali, ulkonj, daos. Kjo është përtej imagjinatës njerëzore. Gjuha çame ka shpëtuar gjuhën shqipe dhe kjo nuk është pasqyruar në fjalorin e gjuhëve indo-europiane. Nuk përmendet gjuha çame atje, e kam futur unë sot. Është çmenduri kjo që ka ndodhur. Emri mashkullor daos është kthyer në emër femëror dosë. Të ngjethet mishi kur e shikon. Unë këtë emër të daosit dhe të daunve e kam gjetur në latinisht në një plak, do ta shikoni në një film tjetër, pra kërkoni të gjithë filmat e mi, I dauni Apolloni. Gjë të thot I dauni Apolloni, kjo është në dhanore, në greqisht, por është shkruar me
gërma latine. Është bërë dhe e latinishtes. Por nga Iliro-Helenistja është bërë emër në rasën dhanore. Kujt i kushtohet ky monument? I Dauni Apolloni. Pra Apolloni është në rasën dhanore në latinisht, edhe Dauni është në rasën dhanore latinisht. Zbulimi im epokal duke studiuar plakat e gjetura në Daki. Edhe në Iliri. Merrni frymë thellë. Daos është emër mashkullor në greqisht. Edhe në gjuhën prygase, edhe në gjuhën mesape, por kthehet në emër femëror, edhe në greqisht, Theos, i thon çakallit, por dhe çakalles, edhe në gjuhën mesape i thon dhe ujkut dhe ulkonjës, edhe në gjuhën prygase i thon dhe ujkut dhe ulkonjës. Është dragonesha e daunëve në Itali. Dhe Plini thot që daunët, japygët, mesapët flasin dialektin grajan, do të thot greqisht. Pra ilirët flisnin greqisht, nuk ka asnjë lloj diskutimi këtu. Më në fund u bindëm, por fjala daos pra është bërë nga emër mashkullor në emër femëror, sepse kështu ndodhe në greqisht. Theos është dhe çakall dhe çakalle. Kjo ka ndodhur pra në gjuhën mesape, gjuhën greke dhe gjuhën prygase në të njëjtën kohë, dhe në gjuhën e stërgjyshëve të arumunëve. Dhe ka mbetur buçe tek gjuha arumune dhe ulkojnë në gjuhën çame të thyamisit. Nuk marr dot frym nga emocionet. Tani si u bë ky zbulim? E kam bërë më përpara, por nuk kisha besim tek vetja. Fajin kryesore kanë arbëreshët që janë ndikuar shumë nga literatura helene dhe nxjerrin emrin e dosës me kuptimin e asaj që ta jep, sepse në gjuhën italiane dosa quhet skrofa, do me thënë putana në gjuhën italiane. Edhe në gjuhën shqipe të arbëreshëve ka marrë kuptimin nga gjuha italiane, të një gruaje që ta jep. Por në gjuhën shqipe nuk ka kuptimin gruaja që ta jep. Dosa mund të jetë gruaja jote në Shqipëri dhe duhet të ta japi qumshtin e dosës. E ka për detyrë. E të mërshme. Tashi neve na shpëtojnë gjuha shqipe në Shqipëri dhe gjuha çame në Thyamis, në Çamëri. Do me thënë Greqi, Iliri, është toka jonë, kuptohet. Kemi folur së bashku dialektet e lashta prygase iliro-helene. Gjëja më e rëndësishme është kjo, nuk ka dialekte të tjera, nuk ka emra të tjerë, nuk ka gjuhë para greke, këto janë dialekte iliro-helene. Ideja që ka patur një gjuhë para greke ka qenë e çmendur, e gabuar. Këto janë të gjitha dialekte të ndryshme, indo-europiane, që ne i quajmë greke, por një studios tjetër i quan ilira, një tjetër mesape, një tjetër daune. Rëndësi ka emri? Rëndësi ka që ky është emër mashkullor, daos, dhe pastaj është bërë emër femëror, greqisht, mesapisht, prygisht, gjuha e dakëve, aramunëve të sotëm dhe në gjuhën shqipe. Në të gjitha këto gjuhë ka ndodhur e njëjta gjë, ndryshim gramatikor nga emër mashkullor në emër femëror. Tani unë dua të jem shumë i sinqert. Shkëndia për këtë ka qenë një artikull i Neritan Cekës, që ka vërejtur ngjashmëri të jashtëzakonshme të kulturës së qeramikës tek mesapët në Itali dhe tek ilirët në Selcën e poshtme. Kjo ja vuri vulën. Pra Neritan Ceka, merita i takon atij. Por pa ndihmën time gjuhësore nuk do të kishte dalë kjo. Pra Neritan Ceka ka vënë re ngjashmërinë arkeologjike të mesapëve, daunëve dhe të ilirëve. Unë kam vërejtur ngjashmërinë e emrit Dos, që është emër mashkullor dhe pastaj bë emër femëror. Në gjuhën mesape, helene, çame, prygase dhe dake.
Emri Dakis i Rumanisë, parenci i vampirit me dhëmë të mëdhenj, është pikërisht Dauni. Vampirit, arbreshët i thonë dhampir, me dhëmbë të mëdhenj. Iku, vate kjo. Kjo është dhampiri. E përsosur. Nuk ka lidhje fare me gjuhët slave, sepse slavët thonë që vampiri vjen nga gjuhët slave. Jo. Në gjuhën arbresh është dhampir, edhe në gjuhën çame. Ky është përbindshi i daunëve. Ju betohem për atë Zot që është në qiell. Daos është ujku, daosa është ulkonja, si në gjuhën çame. Ne na ka shpëtuar gjuha çame, prandaj ne du të ngrejmë një monumentin e dosës, në Çamëri. Mjaft kemi ngritur monumentet të kryeministrave grek, ne do ngrejmë monumentin e një dose. Do e vëmë emrin dosa poshtë, edhe në greqisht edhe në shqip, dosa, sepse është ky emër në greqisht, dosa. I thonë pikërisht gruas së derrit, nga gjuha çame. Pra nuk kanë pse të thyen grekët, ne do ngrem monumentin e një perëndie pagane, dosa. Që vjen nga fjala ujk, dos. Ju faleminderit për vëmendjen dhe duhet të falenderoni pra Neritan Cekën për këtë zbulim. Ai gjeti ngjashmërinë e monumenteve arkeologjike në Shqipëri dhe në Italinë e Jugut. Është zbulimi i tij, duhet ta pranojmë. Por Neritani nuk merrte vesh shumë nga greqishtja, as nga çamërishtja, as nga mesapishtja. Po bravo qoftë që e gjeti, dhe pastaj unë e lexova këtë artikull dhe mu kujtua që në gjuhën çame vërtet dosa është ulkonja, dhe në gjuhën e rumunëve dosa është gruaja e qenit. Tek arbreshët e Italisë pra ka ndodhur ky gabim që është bërë pra ajo që ta jep. Nuk ka qenë në gjuhën çame, as në gjuhën arumune. Ju faleminderit për vëmendjen dhe ju lutem i thoni kryeministrit shqiptar të përgatisi sa më shpejt monumentin e dosës. Mjafton që ai të shikojnë në një nga ministret e tij, të gjitha dosa janë. Edhe ai është një krye derr. Mirupafshim në filmat të tjerë shkencor.